njoja me njëri tjetrin në mënyrë që të luftojnë paragjykimin. Të paragjykosh është hame mësor mbi diçka të caktuar dhe është kjo mbi bazën e këtyre polemizimeve, spekulimeve që janë sajesa, ta themi kështu, komunikative, diskutative brenda shoqërisë. Kur them sajesa, thjesht gjëra sajohen. Mendohen, hipotetizohen pa që të verifikueshme ose të provuara në mënyrë argumentive, dhe kjo e bën shoqërinë pastaj të lajthisë në këto komente dhe në këto fyrje. Është interesante të kuptojmë efektin e anonimitetit, njerëzit pra këtë e shfrytëzojnë. Por ka edhe një dukuri tjetër që ne i themi dukuri patologjike, është fjala për trollizmin patologjik që ka të bëjë me prirjen e disa njerëz të caktuar që shfaqin sjellje antisociale, të fyen persona, të denigrojnë qëllimisht, si kundër kjo i bën ata. Përveç se të jenë provokator, por edhe debatet apo diskutimet ti pozicionojnë në të dhunshme apo të ashpra, dhe kjo e bën trollizmin patologjik të nxis ofendime, fyrje. Pra quhet trollizëm patologjik, dhe pse ndodh kjo në disa raste edhe tek ata persona që kanë prirje të një sadizmi online nga distanca, pra ndjen knatësi kur tjetrin e bëjnë të ndihet keq, ose kur ndaj tjetrit komentojnë negativisht për diçka që absolutisht nuk ka fare argument ose fakt. Ka raste konkrete ku njerëzit përveç që fyjen e denigrojnë, nuk janë të vetëdijshëm edhe për pozicionin apo statusin sociale, personal të personit tjetër. Edhe ju duhet të dini një gjë, tani po flasim hapur që tregohemi realistë për hir të opinionit. Ne duhet të promovojmë edhe debate të shëndosha dhe të mirëqena pozitive në emisione televizive, se na është lodhur koka prej politikës, dhe jeni vështrimi në televizionet tona, më gjeni një debat konstruktiv e pozitiv gjatë gjithë kohës për politikë, e marrë drejtje këtë politikë se na ka lodhur kokën. Po, Rone, desha me të pyet diçka tjetër. Këto komentet para se me kalu tek avokatja,